Hek me siklet, sa të dishim që ishte në shef vështirë, për vetë faktit se Tirana në fazën e dytë mas janarit ka shpenzu shumë, kam lëdhë lojtar shumë, edhe Gesi kishte ardhur trajneri e dishim që do të ishte në shef vështirë, na rezultoi e tillë, më thënë drejtën, pavarësisht se ishim më superior, po du t'i bëj komplimentin Tiranës se me të vërtetë e ka rrit goxha ekipin. Du të komplimentoj djemt sepse për asnjë moment edhe pse ishin disavantazh 1-0 nuk u nalen, nuk u tremen, por vazhdojnë me kamulje, me lojen dhe qetësinë e tyne, arritën me shënu, filloi pjesa dytë shënu me shpejt, gjë që na dha edhe qartësi taktike më tepër. Shënum golin e tretë, mund shënoshëm edhe një gol tjetër, gjithsesi duhet jemi më të kujdesshëm tek tranzicioni negativ, se mund mësoshim një gol që do ishte gjëna, mund të rihapte si ndeshja prapë. Kështu që i komplimentoj djemt, kanë bëjnë ndeshje të mirë, por mas orës 12 të fillon një ditë e re, ditë që duhet me mendu për ndeshjen tjetër. Çdo ditë më tepër besoj që këta kanë forcë me bë shumë herë më mirë. Ne kemi pas 5 lojtarë, 6 lojtarë me surume, 6 lojtarë me temperaturë. Bekimi ka kanë më keq se ton, nuk ka kanë as mram ngrumullim me ekipin, ka kanë në shtëpi sepse s'doshim ta ndrotë ambient edhe për faktin se mund t'ja transmetohet edhe lojtarëve të tjerë. Unë s'kam që më thonë për Bekimin. Bekimi është, domethënë kur e pyeta përpara ndeshjes sa ke temperaturën, më tha 38.5, i thash ishte vendosur me hime lujt, domethënë ajo sakrifica që ja bëna shembull që duhet mundjek britanëve. Kena një rezultat pozitiv në transfert me Bylisin. Kjo nuk do të thotë që nuk do të marrim masat edhe për ndeshjen që kena këtu, sepse janë të dy trofet në lojë, duhet i marrim avash, duhet bëjmë operacion që të lajmë lojtarët me pushu, por gjithsesi vëmendja është tek ndeshja e parë me Bylisin, më ndaj kthejnë atë. Kërkon të mendim më shumë, por ti dhe futbolli do të s'na bëhet gjatë edhe ta pranojmë. Ndeshjen e nisëm mirë, por goli pastaj që psuam mund të ishte i evitueshëm. Ne kthen ndeshjen 1-1. Mas pjesës së parë dhe pjesës së dytë mendoj që kemi pësuar nga gabimet tona. Edhe të pësosh nga gabimet tuaja është e mërzitshme, sepse janë disa gjëra bazë që në zonat rrezikshme nuk mund mbahet topi sepse është rrezik tek porta jote. Kështu që na vjen dhe keq se mendoj që për gabimet tona i dham dhe mundësi kundërshtare të ndeshkojë. Ne jemi në pozicion shumë të keq në renditje. Dhe kërkojmë dalim nga një pozicion. Kemi ndeshje kupe që kemi humbë 2-0, kështu që kërkosh tani objektivat kur ne jemi pas humbjes, objektivi jonë është të përmirësohemi, të rregullojmë disa gjëra që duhet me patjetër ti rregullojmë dhe më e rëndësishme është që të gjejmë njerëzit e duhur brenda kontingjentit, ata që luftojnë dhe japin maksimumin. Yes, it's been a long time I scored. Ishte një kohë gjatë që s'kisha shënu. So with this going to give me confidence. Edhe kjo gol më konfidencë për vazhdimsi. Edhe motivon për të ardhmen. The first half was very difficult. E meritum fitoren, por mund të them që në pjesë parë kishim pak më vështirësi. And in the second half I Kurse në think pjesë dytë we went hard and vazhduam më fort edhe rezultati folën në favor tonë. and now we are focused on the cup match. Por tani ndeshja rrollës është në kupë dhe fokusi jonë është ndeshja rrollës. It's very important. Është një ndeshje mjaft e rëndësishme për ne. And we have to win that game. Po ashtu edhe ne duhet ta fitojmë atë ndeshje.